Ligji i sponsorizimeve në sport do të jetë në fuqi në vitin 2027. Kjo është ajo që ka deklaruar Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit në Asamblenë Zgjedhore të FSHF-s, teksa theksoi se deri në fund të këtij viti do të jenë gati aktet nënligjore të këtij ligji dhe në këtë mënyrë bizneset që investojnë në sport do të kenë më shumë frymarrje. Do duhet theksoja lajmet e mira dhe të rikonfirmoja ato që javën e shkuar mbyllëm konsultimin publik sa i takon një ligj shumë të rëndësishëm që do të hapë një horizont shumë të madh e shumë të gjerë edhe të shumë pritur që është ai i sponsorizimeve. Ministri Gonxha në fjalën e tij shtoi se ky ligj do të krijojë dhe një valë të re besimi në vendin tonë. Për sportin në radhë parë kuptohet këtu vend kryesor do të zër kuptohet futbolli për sa i përket forcës që ka për promovimin, forcës që ka për kthimin e investimit që është sponsorizimi pra, i cili do t'i japi shikueshmëritë, do t'i japi atyre që do të investojnë në këtë sport një promocion dhe një vizibilitet që është natyrisht shumë herë më i madh përmes futbollit, por që do të krijojë pastaj edhe një valë të re besimi, inkurajimi. Viti 2027 do të jetë një kthesë e re, një epokë e re për injektimin e sa më shumë financave në sport, ku futbolli zë vendin kryesor, tha mes të tjerave Ministri Blendi Gonxha.